Të dashur miq, të dashur teleshikues, jemi në takimin tjetër gjysmëfinal midis Dorian Maknorit dhe Eduard Zeqirit. Është Kupa Globe për 3 ditë rresht që ka startuar me 16 bilardistë më të mirë të profesionistë shqiptar në kujdesin e presidentit të shoqatës zotit Olgert Kreshpa, në bashkëpunim me kompaninë prestigjioze Globe, organizohet ky eveniment Kupa Globe në snooker dhe kemi arritur në takimin gjysmëfinal midis veteranit Eduard Zeqirit të Durrësit dhe talentit 25 vjeçar Dorian Maknori. Ka pasur ndeshje dhe garat mjaft të forta, kemi parë ndeshje me një cilësi tepër të lartë. Duhem përmendur bilardist Gabon Zeqiri, goditja ishte edhe pak sa e fort, njëkohësisht ka menduar dhe për të mbrojtur. Kemë pasur disa ndeshje, siç e përmenda më sipër, tepër siçoj, janë dalluar bilardisti Dursak Ermal Dyli, bilardisti tjetër Edlir Kusyqja, kanë dhuruar ndeshje tepër të bukura, njëkohësisht super talent i Eklet Kaçi, por në momentin më decisiv ka lëshuar shumë në lojën e tij kundrejt Besar Spajut. Le të përqendrohemi te ky takim tjetër gjysmëfinal, më duhet të theksoj që po e bukur goditja. Ka realizuar dhe pozicioni është mjaft i saktë për bilën 7 pikëshe. Finalisti i parë është Besar Spaju, 22 vjeçari, studenti viti 3 në financë, Besar Spaju. Të shohim djaloshi 25 vjeçar, ka filluar paksa vrrullshëm, është një lojtar tepër impulsiv dhe shumë i shpejt në lojën e vet, Dorian Maknori. Ka bërë një përgatitje speciale, ka punuar nga 4-5 orë stërvitje në ditë, gjithsesi ka përballë një emër të madh, mjeshtrin Dursak Eduard Zeqiri. Të shohim se si do të jetë ky takim, kujt do t'i buzëqesh fitoria. Është shumë i shpejt Maknori në lojën e vet, do bëj goditje mbrojtëse, po kështu vendos, e ka zhvendosur mirë bëj goditje. Është një bilardist me precizion tepër të lartë, shumë i admirueshëm për lojën e tij të shpejt, por defekti i tij është vetëm ana emocionale, sidomos kur është pranë kamera, ai lë shumë për dëshiruar. Por më duhet të theksoj, është shumë bilardist i talentuar. Do ta shohin të gjithë teleshikuesit, besoj se do të ketë episode të veçantë, do të na dhurojnë spektakël. Jam i bindur, loja do të ngjitet në nivelin e dur. Jemi në sallën e snookerit, këtu tek qendra e biznesit Kartopia, te rreth rrotullimi Zoguzi. Ka filluar paksa mendje madh Maknori, shumë buzagas, por duhet mos të mlecoj për në asnjë moment kundërshtarin e vet. Ky takim do të ndiqet nga gjyqtari Ronald Xoxhi. Shohim Zeqirin, ka disa trofe, është një lojtar me shumë eksperiencë. Do të bëj goditje me stopim, të afroj bilën goditse. Madje ka bërë një prerje për të realizuar bilën e kuqe. Ka gabuar. Jemi të organizuar në shoqatën e profesionistëve të bilardos dhe të snookerit, në të cilin të gjithë lojtarët profesionistë do të jenë antarë me të drejtë vote dhe gëzojnë të drejtën e zgjedhjes në struktura drejtuese të saj, për të implementuar vizionin e progresit dhe njohjen e kësaj shoqate në arenë ndërkombëtare evropiane. Kjo fal bashkëpunimit që kemi bërë me Federatën Austriake të snookerit në Austri, ku më datën 20 korrik
katër bilardis shqiptar do të bëjnë takim miqësor në Vjenë. Ja dhe Maknori, një goditje thjesht për të realizuar, por të shohim pozicionin që do të aplikoj për pilën pasardhëse, mund të kishte një goditje paksa më të fortë. Është nxituar Maknori. Do të tentoj prerjen e bilës 7 pikëshe. Goditje speciale, shumë i bindur për të realizuar një bil mjaft të vështirë, bukur. Mjaft i lirshëm në lojën e vet. Pozicioni është perfekt për bilën 6 pikëshe, bila roz. Goditje sakt. Përsëri goditje me stopim, po bila 7 pikëshe përsëri. Të vrullshëm ka filluar Dorian Maknori. Është spektakolar në tipin e tij si bilardist, lojtar sulmues. Ka tërhequr shumë bilën goditse. Goditje me tërheqje, goditje mbrojtëse, kështu vepron. Dhe e ka afruar bilën goditse pranë bilës së zezë, bilës 7 pikëshe. I pa fat, goditje shumë e bukur e Eduard Zeqirit, por jo e sakt. Përsëri e njëjta goditje me pak forcë. Njëkohësisht ka menduar dhe të mbrohet, por shohim një bil pranë gropës, bila e kuqe. Do tentoj bilën 6 pikëshe. E sakt goditja, është një lojtar me mjaft vlera dhe Eduard Zeqiri, një mjeshtër i madh. 37 vjeçari Eduard Zeqiri. Duhet të shohim, po realizon, na pengonte arbitri Ronald Zozi. Nuk është në gjendje të realizoj bilën e verdhë, madje mund të penalizohesh. I detyruar Dorian Maknori të bëjë goditjen e bilës së kuqe, është shumë pranë dhe shohim që një bil është buz gropës. Ka marrë stekën ndihmëse, goditje drejt për drejt. Me goditje të lehtë, ka realizuar bilën e kuqe, por pozicioni disi komprometues për bilën blu. $32 Dorian Maknori, 15 Eduard Zeqiri. Tentoj të realizon dhe një bil tepër të vështirë. I ka lejuar hapësirë Eduardit. Goditje sakt e fortë. Pozicionuar për bilën 6 pikëshe. Bila roz. Është afruar. Gjithsesi ka një bil të kuqe. Me goditje me pak lëshim të lehtë. Nuk është në gjendje.
përsëri nuk realizohen, goditje tepër të vështira, janë transpondit goditje të tilla. Ka një rast mjaft të mirë, Dorian McNorrie. Ja, është incituar shumë. Gjithsesi, do të tentoj prerjen. Eduard Zeqiri përsëri, jo, gabon. Gabon dhe meriton plotësisht të ndëshkohet, i ka dhuruar një bil shumë të afërt me gropën. Dhe mund të kemi një resuri të mirë të Dorian McNorrie, është në avantazh të 10 pikëve, 32 me 23, 9 pikë përpara McNorrie, por ka bilën Ros shumë pranë gropës, bilën e kuqet, shohim. Shumë i ka vepruar, ka zhvendosur bilën goditse, me pak prerje ka dalë bilës Ros, në mënyrë që të zhvendoset për bilën e kuqe me një tërheqje të plotë, të vazhdoj të realizoj, të afrohet, po e ka prekur, duhet të mos e kishte prekur. Ishte shumë impulsiv, mjaft i shpejt në lojën e vet. 39 me 23 në favor të Dorian McNorrie. Mund të kemi një aplikimin e një goditje me stopim, goditje mbrojtëse, po goditje shumë e fortë. Pak sa i nervozuar, i pak kënaqur me këtë goditje. Janë të shpejtë të dy lojtarët, të dy bilardistët. Duhet të jenë më të vëmendshëm. Ja, goditje përsëri jo e saktë. Tenton të mbrojt, por në goditje kresisht e gabuar. Ka zhvendosur dhe bilën tjetër të kuqe dhe mund të kemi një prerje. Goditje ballore për bilën 6 pikse. Tenton bilën e zez, ka ndryshuar mendim. Shumë e fortë goditja. E pozicioni disi kompromentues, jo fort i pëlqyeshëm. Do të tentoj krahun e majt, bukur, goditje mjeshtrore, një prerje klasike, me mjaft elegancë, ka realizuar, dhe mund të kemi një mbrojtje nga ana e Zeqirit, do tentoj bilën jeshile, por McNorrie ishte detyruar për të bërë goditjen e bilës verdh. Goditja kresisht e gabuar. Pozitojnë të dy bilardistët, emocioni po bën punën e vet, takim gjysmëfinal, është shpallur finalisti i parë, Besar Spahiu, gjendja e pikëve 39 me 33. Mjaft mirë. Ka bërë goditjen e duhur McNorrie. Me anë të spondit, shohim. Nuk jam në gjendje të dalloj, po
ka realizuar një faul, 4 pikë për Maknorin, 43 dhe një mbrojtje fantastike. Një mbrojtje shkëlqyer. Shohim rrotullimin, faul përsëri, 4 pikë të tjera për Dorian Maknori. Përsëri detyruar, e ka prekur. Dhe ka zhvendosur mjaft mirë Bini Goditse. 47 pikë për Dorian Maknorin, 33 Eduard Zeqiri. Goditja speciale, e përkryer goditja. Goditja në distancë, goditja klasike, ka realizuar shumë bukur Dorian Maknori. Goditja shkëlqyer. Dhe kjo është një goditje në distancë tepër e vështirë, por duhet goditje lehtë. Nuk realizon. Të shohim Zeqirin, janë 5 bila në fush, gjendja pikë 49 me 33. Goditja duhet të jetë patjetër mbrojtëse, një prekje e hollë, mund të kemi një përplasje. Një mbrojtje e pavullnetshme, po gjithsesi ka hapësirë. Përplasja e bilës jeshile me bilën roz. Shumë të shpejt të dy bilardisës. Tenton Maknori, por nuk realizon. E bukur ideja për të fshehur Bini Goditse, por i pa kënaqur me goditjen Eduard Zeqiri. Duar të rokitje për Dorian Maknori, do të kemi një goditje spektakolare, dallohet për goditje të tilla. E i pa fat, bën një goditje speciale, por është penalizuar, faul. Është penalizuar Zeqiri. Duket më i avantazhuar 60 pikë Dorian Maknori. Ka përfunduar, sepse nuk ka asnjë bil të kuqe, ka përfunduar 63-33. Shumë shpejt ky set, takim gjysmë-final. Ka fituar talenti 25 vjeçar Dorian Maknori. Të shohim setin e dytë. Shpërndajë tepër e fortë. Nuk është goditje dur, i ka dhuruar që në goditjen e parë ka bërë një goditje amatoreske Eduard Zeqiri.
mjaft e gabuar dhe ka marrë së tek këndishme goditja për Dorian McNorin. Realizon pikën e parë. Bila blu, bil 5 pikëshe. Me mjaft elegancë, një bile thjesht, ka pozicionuar bilën goditse për bërë goditjen e bilës blu. Duhet të realizoj, po një goditje me falsot të plot në brenda, por pozicioni është i dyshimt. Megjithatë mund të kemi një prerje të lehtë. Goditje shumë e fortë. Të dashur teleshikues, siç jemi në dieni, përpara pak ditëve mbaroi finalja e madhe e Sheffieldit, ku bilardisti 38 vjeçar Stuart Bingham u shpall kampion bote, duke mundur bilardistët më me emër, sidomos të madhin Sullivan, mbas atij bëri një ndeshje brillante me super talentin Judy Trump, ku fitoi një ndeshje tepër dramatike me rezultatin 17-16 dhe pasandej i erdhi faul, i erdhi momenti final ku u përball me një nga lojtarët me shumë eksperiencë dhe mjaft të njohur, me Sean Murphy, ku triumfoi me rezultatin 18-15. Me merit plotësisht 38 vjeçari Stuart Bingham shpallet kampion për herë të parë. Goditje saktë, goditje në distancë. Është shumë i shpejt Dorian McNorin, një lojtar tepër impulsiv, por duhet të jetë më studios, më i javashëm, që goditje speciale. Është spektakolar, ka dhuruar disa goditje të tilla dhe në takimet e mëparshme ka bërë një paraqitje mjaft dinjitoze. Ka një besim të plot, ka bërë një stërvitje, siç përmenda më sipër, nga 4 orë stërvitje në ditë, dhe ndoshta mund të ketë një veçori të mirë, është paksa egoist, është më i madh. Duke pat besim të plot e vetja, bën goditje mjaft të forta dhe tepër të shpejta. Shumë i pezmatuar Eduard Zeqiri, është një lojtar me eksperiencë, nuk duhet që të befasohet dhe duhet të vazhdoj luftën sportive deri në fund, nuk duhet të lëshoj. Bilardo s'ka emra, nuk ka, duhet të kesh besimin maksimal të vetja, goditje me përplasje, e bukur, po i pa fat. Pam një bil shumë të bukur dhe i pa fat Zeqiri, jo vetëm që s'ka realizuar, po ka dhuruar një pozicion të thjesht, janë në goditje amatoreske, vetëm nga nxitimi. 15-7 në këtë set të dytë, 15 pika Dorian McNori, 7 pikë Eduard Zeqiri. Ideja ishte mjaft e mirë, një goditje me anë të përplasjes për të realizuar, por njëkohësisht edhe për të mbrojtur nga bilardisti dursak Eduard Zeqiri. Është dita e fundit të dashur teleshikues, është Kupa Globe në snooker, ku për 3 ditë rresht këtu në
sallën e snukerit, të bilardës profesioniste të snukerit, 16 bilardistë më të mirë shqiptar janë ndeshur midis tyre, ku kanë triumfuar Eduard Zeqiri, Dorian Maknori, Besar Spaju dhe Eklend Kaçit. Katër këta bilardistë, goditje speciale, e bukur, duartositje, një goditje mahnice, elegante e Eduard Zeqirit, një goditje mjeshtrore, ku finalisti i parë është shpallur me merit Besar Spaju i Tiranës. Kaloi në vetë kënaqësi Zeqiri, bëri një prerje mjeshtrore, na dhuroi një goditje spektakolare dhe ka të gjitha shanset Dorian Maknori të realizoj një bil të drejtë dhe pozicion mjaft komod për bilën 7 pikëshe, bilën e zezë. Gjendja e pikëve 16 me 14. 2 pikë përpara është Dorian Maknori. Goditja duhet të jetë e kontrolluar, të afrohet për bilën e kuqe në gropën e mezit. Madje ka zhvendosur bilën tjetër, përsëri ka të gjitha shanset, e goditje me pak lëshim të afrohet për bilën 5 pikëshe, bilën blu. Nuk duhet të ngutet, ka të gjithë lojën në kontroll, duhet të bëjë një shkëputje, ka një rast të artë. Bila blu, goditje e thjesht, ka bilën e kuqe përsëri pranë gropës. Ka vendosur të bëjë realizim e bilës 4 pikëshe. Inteligent, ka zhvendosur dhe bilën jeshile dhe është pozicionuar perfekt për bilën e kuqe. Goditja e lehtë, padyshim. Se kuptova. Bëri goditje tepër të pakontrolluar, është zhvendosur shumë bila goditse. Ja, ky është Dorian Maknori që bën çudin, mund të kemi një prerje, jo, ka bërë goditje mbrojtëse, është shumë i shpejt, bën gabime amatoreske, dhuron spektakël në momentet të veçanta, episodet të veçanta, bën disa goditje të mrekullueshme, goditje shumë të bukura, por në momente deciziv bën gabimin më amatoresk. Është paksa mendje madh, nuk duhet të nxitohet, kishte një pozicion shumë të mirë, megjithatë, përsëri fati i ka buzëqeshur. E pa shpjegueshme ky djalosh, shumë i papërmbajtur, shumë i nxituar. Ka mundësi Zeqiri të rikuperojë dhe madje të kalojë në përsi të këtij seti, 29 me 20 gjendja e pikëve, po shpërndarja e bilave është tepër favorizuese për Zeqirin, është një tërheqje shumë me plot, është afruar për bilën roz. Është një lojtar me shumë eksperiencë, dallohet edhe Zeqiri për disa goditje spektakolare. Ka bilën e kuqe, mos, siç e vëmë re, bëri një goditje tepër të gabuar dhe i dhuron përsëri loj, 29-27, 2 pikë avantazh për Dorian Maknorin. Pozicioni më se optimal është bila 6 pikëshe në goditja të drejt për drejt, goditja duhet jetë me një tërheqje të lehtë, me stopim, madje ka lëshuar. Gjithsesi pozicioni është mjaft normal. Përsëri goditje sakt, janë bila të thjeshta. Është bila blu, mund të tentoj prerjen dhe të bëj prishjen e bilës kuqe. Ka tentuar prerjen e hollët, por nuk ka realizuar.
Goditje tepër e ashpër. Mund të kemi një goditje të lehtë, mbrojtëse. Nuk ka pse rrezikon Maknori, duhet të afroj bilën goditje mbas bilës jeshile. Kështu vepron. Mbrojtje mjaft e përqyeshme. Goditje me shumë falco. Do të tentoj me anë të një spondi. Goditja ishte me shumë falco dhe për çudi nuk e ka prekur bilën e kuqe. Kemi 4 pikë për Maknorin. Do të përsëris goditjen përsëri. Përsëri faul. 4 pikë të tjera për Dorian Maknorin. Faul përsëri tepër i pakujdesshëm. Është nervozuar Eduard Zeqiri. Duhet të përsëris goditjen. Ja, nuk ka mundësi. Një lojtar i tillë me eksperiencë është një goditje jo shumë e vështirë. Ky bilardist i alternon të gjitha goditjet. Është një kapacitet i bilardos, por shumë i pezmatuar. Përsëri faul. Nuk është në gjendje. Mund të bëjë goditje më të fortë me shumë falco. Dhe 57 pikë për Dorian Maknorin. Është shumë impulsiv dhe tepër egoist. Nuk ishte të gjuante, duhet ta ishte detyruar kundërshtarin e vet. Shumë i pavëmendshëm Maknori, tregohet dhe meriton plotësisht të ndëshkohet, por po e shoh në një ditë të errët dhe Eduard Zeqirin. Nuk është në formën e tij optimale. Është një bilardist me shumë përvojë dhe një bilardist me shumë emër. E pa shpjegueshme forma e Eduard Zeqirit. E sakt goditja, shumë pranë fitore së këtij seti, 62 pikë kundër 28 pikëve të Eduard Zeqirit, bila 4 pikëshe, po përsëri goditje sakt e ka triumfuar. Siç njoftohemi nga gjyqtaria qendrore, Eduard Zeqiri ka pas një fatkeqësi familjare, ka humbur prindin e tij në një moshë fare të re. Po, prandaj kjo performancë ka që dobët e këtij bilardisti të madh. Është një bilardist me shumë eksperiencë dhe mjaft i talentuar. Mirëpo
Goditje mjaft elegante realizon. Do të tentoj bilën blu. Goditje me përplasje. Goditje tepër e fortë. Vazhdon rituali i goditjeve taktike nga ana e Dorian McNorrit. Një prerje. Nuk e ka dhuruar në pozicion të pëlqyeshëm. Kundërshtarit të vet. Ekrani për Dorian McNorrin. Shohim se si do ta zgjidhë këtë moment, mund të kemi një goditje taktike. Po. Duket shumë i bindur në vetes Dorian McNorri, ka besim që do të triumfojë ndaj veteranit Eduard Zehiri. Goditja e përsëri goditja ashpër. Snokeri është një lojë mjaft inteligjente. Kërkohet një përgatitje mjaft psikologjike, mjaft lojë brillante ku në këtë marrin pjesë të gjithë sportistët përfojnë nga gjithë shtresat sociale, mbretër, president, femra, meshkuj, moshave të ndryshe. Është një lojë shumë e parapur, sidomos në Angli, gabon përsëri. Në Angli, Gjermani, kemi parë biljardistët që kanë mjaft emër si që janë Ronnie Sullivan, Mark Williams, Judy Trump,
kampioni i botës Stuart Bingham, Sean Murphy. Bukur. Ka një shikueshmëri rekord 50 milion shikues në një ndeshje të snookerit. Bukur e ka çvendosur dhe Binoroz, e ka thjeshtuar mjaft, duhet marrë tek ndihmëse të realizoj bilën e kuqe. Po. Ka realizuar, por ka zhvendosur mjaft larg bilën goditse, por sidoqoftë ka bilën blu, bilën 5 pikëshe, shumë të thjeshtë për të realizuar në grupën e mezit, në goditje jo të fortë. E realizon. Bukur, goditje e shkëlqyer dhe pozicion perfekt për bilën 7 pikëshe. Shifri qarë gabimi amatoresc, mendje madh, tepër mendje madh. Një bil fare thjesht duhet patjetër ta kishte realizuar. Shumë i nxituar, gabime shumë elementar. Është një lojtar me mjaft vlera, por në momente decisive dhuron goditje tepër të gabuara. Të pajustifikueshme. Është rreth 20 ditë ka bërë stërvitje nga 4-5 orë në ditë, është lojtar spektakolar, por gjithmonë nxitimi pa justifikuar. Shohim Eduardin. Nuk mund të realizojë një bil të drejtë për drejtë dhe do të thelloj avantazhin e pikëve 21-11 për Dorian McNorrin. Me koshiencë plotë është afruar te bila blu për të afruar te bilat e kuqe. Qifri sa fort të bën goditjen, tepër i sigurt. Ka bilën 7 pikëshe në buzë gropës, patjetër duhet ta realizoj. Tridhjetë e 5 pikë. Vazhdon Dorian McNorrin. Dy me 0 gjendja e seteve, 35 kundrejt 11 pikëve të Eduard Zeqirit. Për sëri një pozicion i favorshëm, realizon mjaft fort. Do tentoj bilën 6 pikëshe, bilë roz, prerje me mjaft elegancë, realizon, është shkëputur. Dyzet e 2 pikë, vazhdon me mjaft besim të vetja, të realizoj bilë të vështirë, goditje drejt. Tentoj me anë të prerjes dhe ka nxjerrë një pozicion
tepër të vështirë, e prek, po e ka prekur. Në mënyrë të pavullnetshme, ishte me fat Maknori, realizoi një mbrojtje dhe goditje ballore për bilën e kuqe. Duhet të ketë kujdes me një goditje të lehtë, me pak lëshim, por të shohim, është një lojtar, po, goditje shumë e saktë. Realizon një bil të drejt për drejt, ka bilën 7 pikë, drejt për drejt, përsëri. Shifni çfarë goditje të fortë, dhe duket që po i afrohet fundit dhe ky set, ka fatin e seteve të mëparshëm, 2-0 gjendja e seteve, gjendja e pikëve 55 pikë. Në drejt, shifni çfarë bile. Është i mrekullueshëm me një goditje të fortë me lëshim, ka realizuar dhe ka afruar bilën goditje mbas bilës 3 pikëshe, bilës jeshile. I shkëlqyer, u futu në lojën e tij, si një makineri e vërtet, ka realizuar disa bila të njëpasnjeshme dhe ka përfunduar dhe ky set në favor të Maknorit. Diferenca shumë e madhe, 3-0. Finalist me merit Dorian Maknori. Do të kemi një çift midis Besar Spahiu dhe Dorian Maknori.